Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve ka rrëzuar KQZ-n dhe me vota unanime i dha të drejtë Kuvendit të miratoj ligjin për burgjet e hapura. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vlerëson se ky ligj nuk është elektoral dhe prek parimet e kodit zgjedhor, pasi të burgosurit nuk përfitojnë financiarisht prej këtij ligji. Nuk shkel parimet e kodit zgjedhor, të burgosurit nuk përfitojnë prej atij ligji financiarisht, thuhet në vendimin e KAS. Ky burgim parashikon daljen ditën të dënuarve për të punuar dhe rikthimin në qeli gjatë natës, cili bashi pretendonte se ky ligj shkelte kodin zgjedhor dhe përfshirjen për fushatën elektorale në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Bëhet fjalë për projektligjin e propozuar nga deputeti socialist Nasip Naço, të rindi dhe siguria për burgjet e hapura, pra kalimi të dënuarve që plotësojnë kushtet nga burgjet e sigurisë të zakonshme tek ato të hapura, ku i dënuari mund të punojë ditën dhe të kthehet në godinë gjatë natës. Komisioneri zgjedhor Ilirian Celibashi ka bllokuar mazhorancës socialiste një tjetër projektligj pas TVSH për bujqësinë dhe paketës së maleve, të cilat u rrëzuan nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve pas ankimimit të Kuvendit.